Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takomi edhe sonte. Fillimisht do t'ju lëtë një me titull kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme për t'u kthyer në studio, për të folur në lidhje me çështjet e sigurisë në vend, po ashtu edhe me çështjet e gjyqësorit dhe sa është shkel kushtetuta në këto seanca që janë mbajtur për themelimin e qeverisë së vendit. Fillimisht ndjekim lajmet dhe do kthehemi në studio. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka refuzuar të komentojë dëshpëtimin e 2 seancave konstituive të Kuvendit të Kosovës. Pas homazheve në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Velani, Osmani tha se në këto ngjarje si këto, ku nderohen dëshmorët, nuk mund të flitet për çështje politike. Ju e dini që e kemi një praktik që çdo herë kur I përkujtojmë dëshmorët dhe martirët, për shkak të nderimit ndaj tyre, nuk përzim tema politike me këtë nderim. Të njëjtën me 17 prill, deputetët e zgjedhur dështuan për herë të dytë të konsistojnë organin legjislativ. Kryesuesi I seancës, Avni Dehari, lëvizjes vetëvendosje, ftoi për konsult partitë politike dhe më pas e ndërpreu seancën duke thënë se nuk pati konsensus se si të vazhdojë tutje. PDK, LDK dhe AK kritikuan lëvizjen vetëvendosje për dështimin e seancës, që sipas tyre po bëhet për pazare politike. Betimi I deputetëve do t'i hapte rrugë votimit të kryeparlamentarit dhe më pas qeverisë së re. Deri më tash, lëvizja vetëvendosje si parti fituese nuk e ka bërë të ditur emrin që do ta propozojë për kryetar të Kuvendit dhe as nëse I ka numrat për ta votuar atë. Kryetari I kryeqytetit dhe organizata të dala nga lufta kanë bërë homazhe pranë shtatorës së herojit të Zahir Pajazitit në ditën e dëshmorëve të komunës së Prishtinës. Kryetari I Prishtinës, Perperem Rama, tha se me 18 prill është ditë nderimi për dëshmorët dhe heronjët që dhanë jetën për lirinë e vendit. Sot e dini që është 18 prilli, dita e dëshmorëve të Prishtinës, ku në të gjitha pjesët e Prishtinës bëjmë homazhe, sot si gjithmonë, si çdo herë, edhe me komandant Sopin, me komandant të tjerë që ishin, që na bashkangjitën sot me generalet, që t'ju bëjmë homazhe, t'i respektojmë dëshmorët, herojnë tonë, po ashtu edhe respekt ndaj familjeve të dëshmorëve, herojve tonë, me këtë datë të madhe, për sakrificën që dëshmorët e kanë dhënë për vendin tonë, që sot ta gëzojmë lirinë, ta gëzojmë pavarësinë, ta gëzojmë demokracinë dhe të jemi të lirë të planifikojmë për të ardhmen e vendit tonë. Ai theksoi rëndësinë e homazheve dhe respektit ndaj familjeve të dëshmorëve. Kosova rrezikon të futet në një ngërç politik, nëse deputetët e zgjedhur nuk arrijnë të konsistojnë legjislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës deri në fund të muajit prill, thot themeluesi I lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Neem Jakaj. Jakaj thot se mund të përsëritet problemi I vitit 2014, periudha kur vendi pati hyrë në një bllokadë politike për 6 muaj. Seanca konstituive është thirrë me datën 15 prill. Ndërkohë kjo është thirrë edhe brenda afatit të kushtetues brenda 30 ditë nga data e certifikimit të zgjedhjeve parlamentare, që I bie se data e fundit që do duhej Kuvendi ta përmbyllte një proces të tillë do të ishte realisht data 27 prill. Deri në këtë kohë është kohë e arsyeshme që Kuvendi të konstituohet dhe ta përfundojë procesin e konstituimit, edhe pse data 15 prill ka qenë datë që do duhej të kryhej. Por ta marrim si shembull datën e fundit 30 prill. Pas kësaj date, Kuvendi Kosova hyn në një ngërç politik që nuk dihet se si do të përfundojë, sepse mos votimi I raportit të Komisionit Përkohshëm për verifikim të quorumit dhe të mandateve I bie që është rrugë pa tejkalueshme për me ardhur deri te betimi I deputetëve. Jakaj theksoi se kryesuesi I seancës nuk e ka për detyrë të therasë seancë konsultive jashtë sallës plenare. Kryesuesi I seancës nuk I ka për detyrë të thirrë takime konsultative jashtë sallës plenare për çështjet që lidhen me konstituimin e Kuvendit. Ka një raport të Komisionit të Përkohshëm që ka dështu. Do duhet që të hidhet në votim I njëjti raport sërish prej të njëjtit Komision të Përkohshëm dhe të shkohet më tutje. Njëjtë sikur në vitin 2014.
kur ka pasur problemet të konstituimit kuvendit, periudha kohore e këtij ngërçi ka pas shkuar deri në 6 muaj. Një situatë e tillë mund të na përsëritet prapë, me veçanërisht tashmë mund të ndodhë që edhe me muaj më shumë se sa ajo periudhë në vitin 2014, sepse atku kemi pasur një vendim i cili është prodhu, është nënshkruar dhe është dërguar në gjykatën kushtetuese. Tani më nuk ka një vendim se çka të dërgohet, rrjedhimisht nuk do të ketë mundësi që të procedohet, që të vlerësohet pastaj kushtetutshmëria ose ligjshmëria e një vendimi të tillë. Jaka i tha se në seancën e djeshme pati shkelje të procedurës parlamentare. Pati edhe shkelje të tjera të procedurës parlamentare. Zoti Dehari e ndërpreti në mënyrë arbitrare këtë seancë, në ndërkohë nuk mori pëlqimin e të gjithë kryetarëve të partive politike ose përfaqësuesve të subjekteve politike që janë të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës. Një situatë e tillë shkon ndesh me parimet e qeverisë së mirë, me parimet e sistemit e Republikës Parlamentare Demokratike siç është Kosova, sepse Kosova nuk ka kohë të presë që themelimi i institucioneve të vënoj. Detyrë edhe përgjegjësi e kryesuesit të seancës është me kryesu me seancën, me i ftu deputetët me votu, me hudh në votim raportin e këtij komisioni, por jo me ndërprej në mënyrë arbitrare dhe me thonë që do të shihemi në seancën e ardhshme mbas 4 tetorëve. PDK, LDK dhe AK kritikuan lëvizjen vetëvendosje për dështimin e seancës, që sipas tyre po bëhet edhe për pazare politike. Betimi i deputetëve do t'i hapte rrugë votimit të kryeparlamentarit dhe më pas qeverisë së re. Deri më tash, lëvizja vetëvendosje si parti fituese nuk e ka bërë të ditur emrin që do të propozojë për kryetar të kuvendit, dhe as nëse i ka numrat për ta votuar atë. Në mungesë të edukimit të hershëm për shëndetin, pacientët në Kosovë po arrin në spitale vetëm kur gjendja e tyre shëndetësore po përkeqësohet. Andaj po konsiderohet urgjente përfshirja e edukimit të hershëm për shëndetin edhe në përshkolla. Kështu tha në ditën evropiane të drejtave të pacientëve, gjatë një tryeze me temën Edukimi shëndetësor në shkolla si pjesë e kujdesit të integruar shëndetësor, e organizuar nga shoqata për të drejtat e pacientëve në Kosovë. Drejtori i programeve në Prag, Besim Kodra, tha se sistemi shëndetësor në Kosovë është i mbingarkuar për shkak të mungesës së parandalimit. Sistemi shëndetësor, sipas tij, nuk mund ta mbajë gjithë barën e mirëqenies sociale. Sot sistemi ynë shëndetësor është i të ngarkuar dhe ai po vuan barrën e mungesës së parandalimit. Pacientët shpeshherë arrin në dyert e institucioneve shëndetësore vetëm kur smundja e tyre është përkeqësuar ose kur ka ndërhyrje urgjente. Kjo nuk është vetëm një sfidë klinike, por një sfidë e mungesës së edukimit të hershëm për shëndetin. Në nivelin evropian, edukimi shëndetësor po konsiderohet investimi më i mençur për mirëqenie dhe barazi afatgjate. Edukimi shëndetësor ka të bëjë me aftësinë për të kuptuar trupin, për të njohur emocionet dhe për të marrë vendime të shëndetshme për të kërkuar ndihmë pa frikë dhe stigmë. Merita Vuthaj nga Ministria e Shëndetësisë theksoi se përfshirja e edukimit shëndetësor në shkolla është një thirrje për veprim për të investuar në rritje të vetdijes. Ajo tha se qëllimi kryesor i kujdesit të integruar është që pacienti të mos humbas në sistem, por të përfitojë nga një shërbim i vazhdueshëm. Tema e këtij viti edukimi shëndetësor në shkolla si pjesë e kujdesit të integruar shëndetësor është më tepër se një slogan, më tepër se një moto, por është një thirrje për veprim, një angazhim për të investuar në të ardhmen përmes dijes dhe rritjes së vetdijes më tepër. Kujdesi integruar shëndetësor është një çështje që synon të ofrojë shërbime të koordinuara, të vazhdueshme dhe të personalizuara për pacientin, duke bashkëpunuar ngushtë me gjithë aktorët që ndikojnë në shëndetin e tij, jo vetëm mjekët dhe infermierët, por edhe psikologët, punonësit social, farmacistët, shkollat, edhe çka është më e rëndësishme, edhe përfshirjen e familjes këtë drejtim. Qëllimi kryesor i kujdesit të integruar është që pacienti të mos humbas në sistem, por të përfitojnë nga një shërbim i vazhdueshëm. Ndërkaq, drejtoresha e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, Ardita Baraku, theksoi se vetëm gjatë vitit 2024 janë realizuar 921 ligjërata, prej të cilave 574 kanë qenë në shkollat të Kosovës. Qysh nga viti 2004 ekziston në strategjia për shkollat promovuese të shëndetit, edhe që prej atëherë bëhet punë shumë vjeçare
me një numër të ministrive në lidhje me konceptin e shëndetit gjatë mësimit prej moshës së hershme deri në përfundim të shkollimit të përfshien temat e shëndetit. Prej vitit 2019 dhe 2024, në bashkëpunim me të tjerët, janë kryer trajnim të mëse 2600 mësimdhansve për edukimin riprodhues dhe seksual gjithëpërfshirës në shkollat tona. Të gjitha programet që janë zhvilluar në për shkollat kemi nevojë edhe për feedback, a kanë qenë të suksesshme, a ka nevojë për ndryshime të tyre, kështu që kemi pas edhe hulumtim gjithsesi pyetësor për mësimdhënës dhe prindër, për me i zbatu, për shembull, me i vlerësu sa kanë qenë efektive ato trajnime. Gjatë vitit 2024 janë realizuar 921 ligjërata edukative shëndetësore, për të cilave shumica 574 kanë qenë në shkolla të Kosovës, ku kanë qenë të përfshirë mbi 28.000 nxënës. Baraku e konsideroi të nevojshëm angazhimin edhe për edukimin e prindërve, ku përmendi këshillat që kanë darë sa i takon vaksinës me HPV, që vitin e kaluar filloi tek vajzat, ndërsa nga shkurti i këtij viti nisi dhe për djemët. Si vjet ka vazhdu vaksinimi edhe me djem, deri tani jemi diku te 12.000 dhe jemi shumë të barabartë sa i përket gjinis. Kështu që kjo është një lajm shumë i mirë i suksesit që është ba puna vjet edhe si vjet. Mirë po shkon vaksinimi, s'kemi reagime të prindve si që kemi pasur vitin e kaluar. Të pranishëm në këtë tryezë ishin dhe përfaqësues të UNPFA-s dhe KMF, të cilët e vlerësuan të nevojshëm edukimin e hershëm shëndetësor. U kthem në studio pas bllokut të lajmeve për të diskutuar një çështje mjaft e rëndësishme që ka të bëjë me çështjen e sigurisë në vend. Neve do të diskutojmë në lidhje me sulmin e Banjskës, ku dje dolën para gjykatës 3 të akuzuarit për sulmin e Banjskës. Për të folur më shumë rrethositë të kësaj çështje në lidhje direkte me mua është Murat Makolli, ekspert i sigurisë. Zotri Makolli, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Faleminderit nga ju dhe mirë se ju gjeta. Zotri Makolli, neve kemi pa që dje ka filluar gjykimi për rastin e Banjskës. Si e keni pa ju në tërësi gjykimin që ka ndodhur dje? Gjykimi dje që ka ndodhur është një gjë e mirë për shkak të drejtësisë, më vu drejtësia në vend, por sulmuesit real të sulmit Banjskës ende nuk janë para drejtësisë, kemi vetëm 3 sulmues, ndërsa 42 të tjerë që edhe gjykata ka refuzuar të procedojë me lëndën. Ajo është një gabim i drejtësisë, por tash i shohim se si do të rrjedhin gjërat. Mirë, po ju çështjen e sulmit në Banjskës vetë se keni paralajmëruar para se të ndodhte vetë ky sulm. A është dashur që të merren organet kompetente me vëmendje për këtë çështje, që të mos devije puna deri te aty ku erdhi, ose të eskalonte edhe më tutje situata si shpritej? Sulmin e Banjskës i kom paralajmëruar 16 ditë përpara dhe po ashtu i kom paralajmëruar edhe sa terroristë, pjesëtar terroristë janë pjesë territorit të Republikës së Kosovës. Dhe një gjë e tillë është nga policia e Republikës së Kosovës, AKI-ja, që të merret masë preventive dhe të parandalohet, por sidoqoftë sulmi ka ndodhur, kemi heroin e Kosovës tani me Afrim Bunjakun të rënë në krye të detyrës në policisë së Republikës së Kosovës. Dhe kjo është një fatkeqësi, por drejtësia do të vojë tani me drejtësinë në vend dhe të ngritë edhe akuzë ndaj 42 terroristëve të tjerë me kryera drejtësisht. Mirë, po kjo çështja e sigurisë në vend sa është e rrezikuar, duke ditur që kemi përfshinj Serbinë, e cila asnjëherë nuk lodhët duke punuar në çështjet e sigurisë në Kosovë, pra që çdo herë ka pretendime të cenoj çështjen e sigurisë së vendit. Kemi parë edhe sulmin në Iber Lepen, i cili do të kishte mundur të merrte edhe masa shumë të mëdha. Sulmet vazhdueshme Serbia çdo herë do të bëjnë në Kosovë
Përderisa nuk kemi njohjen nga ky shtet, ne kemi parë në të kaluar jo shumë të largë gjenocidin, cilën ka bërë ushtria fashiste dhe policia serbe ndaj qytetarëve të pambrojtur të Republikës Kosovës, realisht qytetarëve të tjerë të Republikës Kosovës. Dhe një gjë të tillë nuk do të kemi të freskët dhe ne nuk do të harrojmë sepse e njëjta ushtri, e njëjta policia është edhe sot, që kemi në për funksione zyrtar, ushtarak, që të udhëheqin. Dhe ne duhet vetëm të përgatitëm të bëjmë një operativ më të veçantë. Realisht neve na duhen edhe disa helikopterë që do të lehtësonte operativën e policisë në maksimum, për shkak se përveç mekanizmave tjerë dhe armatizimit të mekanerisë policore që nuk kemi, duhet ta kemi flotën e helikopterëve të Republikës Kosovës, ku më pastaj do të shiqohen gjërat në mënyrë më të veçantë dhe kemi lehtësim shumë më të madh që policia e Republikës Kosovës të operojnë në gjitha pjesët, edhe qofshin ato malore, ku nuk ke mundësi të hyjë me mjetet e armatizuara të policisë, atëherë mund të hyjmë nëpërmes linjes ajrore që në këtë rast e lehtëson helikopteri. Mirë po, ne kemi pa që në sulmin e Banjskës u përdorën edhe dronët të cilët shërbyen jashtëzakonisht shumë për të parë se ka po shkojnë ata njerëz. Pa, do të kishte hyrë në punë edhe më tutje nëse do të kishim një infrastrukturë më ndryshe policore në vendin tonë. Policia e Republikës Kosovës në rastin e Banjskës ka hyrë në grykën e topit, në grykën e zjarrit, mirë kuptomi. Dhe këtë rastin përdor dronët. E kemi parë pamje filmike nga dronët, por ndryshe është kur operoj me helikopter, sepse helikopteri përveç se shën nga ajri edhe bartë e pjesëtar të policisë, domethënë, dhe mundëson operativën që në këtë rast pjesën e sipërme nga ku ata sulmojnë, në rast që do të kishim helikopter edhe do të bartëm pjesëtar njësi speciale në pjesën e sipërme dhe ata të gjithë besoj që ose do duheshin të dorëzoheshin ose do duheshin të vriteshin nga pjesëtarët e Policisë së Republikës Kosovës, që është njësia speciale. Zotë Elezaj, për Kosova si vend, a mund të cilësohet një vend i sigurt? Njëm zotëri Makulli, jo zotëri. Më falë se pata një parafalës tjetër, më falë lutëm edhe njerë. Nuk është problem. Kosova cilësohet si vend i sigurt, sepse vetë pjesëtarët e Policisë së Republikës Kosovës punojnë 24 shtatë që të sigurojnë çdo qytetar të Republikës Kosovës, pa dallim feje, ngjyre apo nacionaliteti. Kështu që ne duhet t'i përkrojmë Policinë e Republikës Kosovës dhe t'i japim mundësi që ata të na sigurojnë neve. Unë e kam paralajmëruar edhe sulmin që cilën ndodhi në muajin nëntor në Iberlepenc, dhe sulmi i Iberlepencit, kanalit i Iberlepencit ka qenë sulm shumë më madhor me përmasa tjera se sulmi i Banjskës. Duhet të ndalemi dhe të mirë kuptojmë sepse ka qenë për qëllim paralizimi komplet i shtetit dhe strukturave të sigurisë. Por ja që prap ne u gjendëm ashtu siç u gjendëm dhe prap nuk kanë mundur grupe terroriste, realisht shteti i Serbisë që të arrit përmasat e tyre të cilët kanë parapo. Zotëri Makulli, me qenë se jeni rrugës, nuk dua që të zgjatem më shumë, shpresoj se do një ditë do të shihemi në studio dhe të diskutojmë më gjerë për çështjet e sigurisë në vend. Falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Ju faleminderit dhe për ftesën, njëkohësisht edhe për korrektësinë juaj ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. E të nderuar shikues, neve do të kthehemi pas pak në studio.
Herta Center. Në Herta Center ofrojmë një gamë të gjerë produktesh për çdo nevojë, veshmbathje për fëmijë, lodra për fëmijë, veshmbathje për të rritur, artikuj shtëpiak, restaurant, këndi lojrave për fëmijë. Herta Center. U kthyem në studio për të diskutuar çështjet e gjyqësorit në vend, më saktësisht për të merrur me temën e fundit që ka karakterizuar ditën e sotme, pra refuzimi i prokurorisë sa i përket ankesës për gjobën 250 euro. Për këto dhe shumë çështje të tjera juridike, kemi të ftuar Nazim Elezaj, avokat i cili do të na njoftojë më shumë në lidhje me këto çështje. Faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Faleminderit për ftesën, ju dhe televizionit tuaj, kam kënaqësinë të jem këtu. Zoti Elezaj, kemi pa që është refuzuar ankesa e kurtit për gjobën 250 euro. Si shihni ju nga ana juridike këtë gjobë të vendosur për zotin Kurti? Fillimisht kjo gjobë është shqiptuar për një arsye të vetme, për mos paraqitjen e tij pranë deklarimeve të cilat është ftuar për të dhënë intervistë në lidhje me ashtu quajtur si dëshmitar në rezerva shtetërore. Për gjobën e fjalë e cila është refuzuar, ndoshta me të drejtë edhe kanë vepruar, mirë po, në gjykimin tim do ta bëja një ashtu quajtur pagesë të gjobës dhe në anën tjetër do duhet të paraqitet nëse veç nuk e ka vullnetin për të paraqitur, le të paguhet gjoba dhe të mbyllet me kaq, ndërsa për këtë procesi tutje, atë mbetet të shihë se çfarë do të veprojë në këtë rast gjyqtari i çështjes. Sipas anës juridike, çka do të më bëhen? Nëse edhe gjoba nuk paguhet, çfarë do të më bëhet tutja? A do të më u bëhet një ftesë tjetër zotit Kurtit që të paraqitet në prokurori? Do t'i bëhen përsëri. Apo është shumë problem për prokurorinë nëse veç ai don që me thirr në zyrën e tij për me jap deklaratën? Unë mendoj që prokuroria mund të bëjë një veprim të tillë, të marrë intervistën kudo në çfarëdo ambienti, mirë po si duket nga perspektiva ime, nuk e shoh që ka atë vullnet që ta realizoj intervistën në objekte jashtë objektit të prokurorisë. Andaj më bën përshtypje edhe anën tjetër pse kryeministri nuk shkon deri në prokurori dhe të jap ato çfarë di informacionet. Ineti ka deklaruar se qëllimi i tyre është që të shkojë dhe të bëhet i famshëm përmes mediave oligarkët ashtu quajtur sipas kryeministrit, dhe rrjedhimisht do doja t'i sugjeroja në këtë rast se të shkojë dhe të paraqitet apo fundja dhe të paguajë gjobën dhe të mbyllet dhe më pastaj të pasoj ftesa e cila do t'i shkojnë në ndërkohë. Juve si avokat, si gjyqtar, kemi pa që shpesh herë jeni hasë në gojë të kryeministrit edhe kabinetit të tij qeveritar për mënyrën se si ju e bëni punën, u akuzut shpesh herë që ju jeni të kapur nga partitë e tjera. Madje ai kur përfundoi gjithë procesi i votimit tha që me 10 shkurt ftoi prokurorinë të mos dalin në punë. Sipas juve, çfarë hije mund t'i sjellë kjo gjyqtorit në vend kur kemi deklarata të tilla shpesh? Unë jam i bindur që kryeministri ka vetes ka njerëz të duhur, por në gjykimin tim kam përshtypjen që ai nuk i ka disa njerëz të cilët do duhej me i pasë, ndoshta në aspektin ligjor. E para punës që kryeministri duhet ditur, edhe besoj e din shumë mirë, që ndarja pushteteve është një çështje që daton qysh ka herë. Dhe kjo, në gjykimin tim, do të thonë, ndarja pushteteve kur flasim për sistemin e drejtësisë, për ekzekutivin dhe legislativin, janë 3 komponenta të kundërta njëra me tjetrën, e që rrjedhimisht këto funksionojnë ndaras. Kur flasim për sistemin prokurorial, në 4 vitet e fundit, në vazhdimsi është i sulmuar nga ana e qeverisë, e që nuk do duhej me qenën, sepse prokuroria dhe gjykata e bën punën e saj, ashtu siç edhe qeveria thotë që ne e bëjmë punën tonë në raport me zhvillimet të cilat ato i kanë për obligim të hartojnë në kohatet të qeverisë. Dhe unë jam kundër kësaj që të akuzohet dhe të ketë deklarime të ndërsjella në raport me njëra tjetrën, siç po ndodh realisht në
vendin tonë, e që nuk do duhet me ndodhë. Më vje keq, kur i ndëgjoj disa raste duke thënë që ka të drejtën apo nuk e ka të drejtën, unë nuk jam prej atyre që shohëm të themi e ka apo nuk e ka, por që realisht nuk kisha sugjeruar që të kritikohet në vazhdimësi si media ashtu edhe prokuroria dhe gjykata. Sigurisht, po në sy të njerëzve, në sy të qytetarëve të Kosovës, çfarë hije mund të sjellë kur vetë krerët e shtetit nuk besojnë në institucionet e gjyqësorit? Kjo krijon një pasiguri juridike pastaj, sepse duke mos besuar kryeministri dhe kabineti i tij apo kushdo qoftë tjetër që të paraqitet në një seancë apo në një intervistim, kjo pastaj krijon një pasiguri edhe të rrethana të tjera të individëve të caktuar apo edhe personat juridik. Por ajo që më bën përshtypje mua është kur presidenti Trump, supozohem, ka qenë i ftuar dhe është shku për të dëshmuar, atë çfarë ne presim që të mos ta bëjmë një gjë të tillë, mirë po nuk mendoj që është edhe ajo baza juridike kryetpot që mund ta çoj kryeministrin drejt atij intervistimi dhe rrjedhimisht në performancat dhe vlerësimet ndërkombëtare kemi një sistem pak më të ngritur në aspektin e nivelit të besueshmërisë dhe në këtë aspekt besoj që edhe kryeministri dhe qytetarët do duhet me i besu qoftë sistemit prokurorial apo edhe sistemit gjyqësor. Tashmë edhe jemi në një fazë tjetër ku i kemi kaluar zgjedhjet dhe po fillojmë në formimin e qeverisë së vendit. Kemi parë që kanë të shtu 2 seanca për mbajtjen për formimin e qeverisë së vendit. Si keni pa juve? Ai është bërë ndonjë shkelje sa i përket punimeve që është bërë brenda seancës? Puna e parë, seanca e 15 prillit, e cila ka pas për qëllim konstituimin e Kuvendit të Kosovës, nuk ka shkelje ligjore, besoj edhe jam plot i bindur që edhe zyra ligjore e Kuvendit të Kosovës e din që s'ka, se po të kishte, do të kishte edhe ndonjë reagim torturazi nga ambasadat e huaja të cilat janë prezente këtu, duke na vëzhguar për çdo seancë e cila po mbahet në Kuvendin e Kosovës. Dhe unë lirisht mund të them që do ta kishim një vrejtje nga ana e tyre, por deri më sot nuk kam parë ndonjë vrejtje përveç ambasadorit Rode gjerman që kritikoi torturazit që qeverisë i duhet vendi sa më shpejt një qeveri. Në fakt edhe unë jam pro kësaj, sepse vendit i duhet një qeveri, dhe ky poshtlëku institucional nuk do duhet me i konvenu askujt, qoftë edhe partive opozitare apo opozitare. Në rastin më të mirë do duhet që me 15 prill me u zgjidh çështja e Kuvendit. Mirë po, formimi i komisionit për mandatet e deputetëve nuk është miratu komisionin në fjalë dhe ai është hapi i parë që do duhej me marrë Kuvendi në raport me zgjedhjen e kryekuvendarit. E në këtë rast nuk po miratohet ajo. Qëllimi në gjykimin tim i partive opozitare është që kurti nuk i ka numrat, ndërsa në anën tjetër kurti thotë që e njëjta gjë nuk po ndodh me opozitarët sepse ata nuk e kanë vullnetin për ta votuar. Mos piu konvenon asnjëherë. Asnjëherë, po kjo është në dëm të sovranit popullit, sepse ne jemi ata të cilët i vuajmë këto pasoja sadopak. Kjo vrejet, po nuk vrejet ad hoc në mënyrë të përkohshme tani. Edhe pas miratimit të komisionit në fjalë, është hapi i dytë ku hidhet në votim kryetari i Kuvendit, cili do të qoftë ai, është anonim deri më tani sepse ata nuk kanë pas dëshirë ta publikojnë, ndoshta me qëllimin që i kanë apo nuk i kanë numrat, nuk duhet në këtë pjesë të lëshohem. Opozita aludon që qeveria Kurti nuk i ka fare numrat. E kjo pastaj pamundson prapë për hir të asaj që nuk po miratohet komisioni për verifikimin e mandateve, do duhet të zgjidhet kryetari i Kuvendit dhe më pastaj nën kryetarët e Kuvendit dhe të përfundoj seanca. Presim nesër në orën 12 është i prapë seanca dhe jam i bindur që do zgjidhet nëse veç kalon Komisionin për verifikimin e mandatës sipas Kushtetutës së Kosovës dhe Prokurorës së Kuvendit. Shkohet me pauzë ashtu për 48 orë, siç e kemi parë atë kaluame. Pauzat i gjykoj krejtësisht normale, sepse ato janë për të marrë një kursut. Edhe në rrethanat juridike të tjera, në rastin konkret kur avokati kërkon një pauzë në gjykim, kur gjyqtari kërkon një pauzë në gjykim të caktuar, dhe kjo është të themi kushtimisht normale për thirrjen e një pauze të tillë. Por nuk ka shkelje ligjore, mbi të gjitha nuk ka shkelje të Kushtetutës. Kjo çka është e më rëndësishmja.
këto lojrat e ping-pong, gjuajtje e topit herë kënte pozit-opozit, janë evidente kudo dhe në shoqëri demokratike të shëndosha, mirë po presim në këtë rast spako të nesën të zgjidhë. E nëse jo, atëherë jam i bindur që do t'irët prapë edhe një seancë, nëse veç Kurti realisht e ka prezentuar një dorëheqje të kabinetit të tij qeveritar dhe kjo për hir të asaj që të njëjtën kohë nuk mund të jetë edhe deputet edhe në krye të qeverisë dhe në të kaluarën kemi hasur edhe në raste të tilla kur ka pasur ngritje të dorës nga ana e deputetit dhe të njëjtën kohë me pozicionin e ushtruesit të detyrës, por që është më rëndësishme që Kurti e ka deponuar dorëheqjen e tij edhe kalimin e mandatit të tij të plot dhe rrjedhimisht e ka njoftuar edhe organin e KQZ-s që ka përfunduar mandati i tij dhe është vetëm si ushtrues detyre i kryeministit. Po, ndërkaq ministrat të cilët vazhdojnë që të jenë edhe ministra dhe deputet, nuk është e kanë bërë një dorëheqje veç ashtu siç kërkohet, por ka qenë ashtu formale në një letër e shkruar se unë si kryeministër jap dorëheqje dhe kabineti i tij im qeveritar. Pra, a është kjo mënyra e rregullës se çish është shkruar kjo dorëheqje? Për faktin që është kreu i qeverisë dhe ai është kreu i kabinetit qeveritar në emër të tyre për hir të përfundimit të mandatit të secilit dhe për hir të asaj që të njëjtën kohë edhe janë emëruar në ndërkohë si kabinet qeveritar, e ka të drejten që ta bëjnë një deklarim në emër të tyre të secilit dhe jo vetëm asaj ajo nuk paraqet ndonjë relevancë të rëndësishme sa i përket kësaj nëse do duhet secili në mënyrë individuale nga ana ministra apo edhe kryeministri, por në emër të gjithë të tyre e ka bërë kryeministri një deklarim publik që në bazë të letrës formale të cilën ka publikuar me 15 prill. Kemi pas edhe për krahas që e dorëzoi dorëheqjen në atë mënyrë se çysh e dorëzoi ai, kemi pa që ka mbajtur edhe një mbledhje të qeverisë ku ka thirrë kabinetin e tij qeveritar aktual që e ka tani dhe kanë votuar edhe për shuma të parave në lloj krediti që ju është dhënë PTK-s. Pra, sa ka të drejtë që pasi që ka dhënë dorëheqje të vendos edhe për ligje të tjera në fuqi? Unë po të njëjtën ditë nëse nuk gabohem, e pash edhe një udhëzim administrativ të cilën kishte nënshkruar Ministri i Financave Hekuran Merati në lidhje me doganat. Në perspektivë kjo do duhet me qenë shkelje ndoshta ligjore, jo abstrakte ta themi ashtu, por si shkelje ligjore për faktin që mandati i tyre vetë se po kontestohet realisht përmes asaj. Dhe në këtë rast edhe mbledhja e qeverisë nëse veç është mbajtur jashtë mandatit të saj, ta themi kështu kushtimisht, atëherë konsiderohet që është mbajtur pa të drejtë. E në rastin e mundshëm, nëse veç është thirrur në para kohë, para se të bëhet dorëheqja me aktin formal përmes të cilës kanë njoftuar, atëherë unë konsideroj që është e drejtë. Nëse veç është e thirrur paraprakisht. Është e thirrur paraprakisht. I nderuar shqiptarë, të një çështje mjaft e rëndësishme siç është çështja e gjykatës speciale. Ne kemi pa disa zhvillime që kanë ndodhur edhe në hollin, në oborrin e kuvendit kur veteranët kanë kërkuar që nga deputetët që të nënshkruaj betimin si reagimi i padrejtësive që është bërë në gjykatën speciale. Si po e shihni ju gjithë procesin e gjykatës speciale dhe sa është rëndësishme nënshkrimi i atij peticioni të organizuar nga OVL-ÇK? Mendoj që është një çështje vonuar në këtë aspektin e nënshkrimeve apo peticioneve të cilat i drejtohemi gjykatës speciale. Gjykata speciale ka marrë miratimin e po të njëjtit konvent që e diskutuam më parë, me 15/8/2015 nëse s'gabojmë apo 25, dhe realisht çdo tendencë e jone tani pas 10 vite të miratimit në konventin e Kosovës me 2/3 nëse s'gabojmë të 2 deputetët, e ka marrë miratimin dhe gjykimi tani është një çështje tjetër që do ta diskutoni me orë të tëra nëse është i drejtë apo jo i drejtë mënyra burimit të informacioneve të cilat janë
janë prezente në prokurorinë speciale atje, mënyra si po gjykohen, mënyra se si shohet urdhri për lejimin e një vizite apo jo, kërkesat e tjera. Mirë po të çështja në fjalë, zotërin Asim Haradina, i cili kishte marrë një iniciativë për të marrë në shkrimet dhe verifikimet e deputetëve, e të njëjtën kohë derisa ne e kontestojmë a është apo jo ai deputet në këtë rast, domethënë është mos ta them ashtu e kot, sepse po kontestohet domethënë nëse deputeti në fjalë edhe qoftë me 100.000 vota apo 15.000 të cilat i ka marrë në zgjedhjet që janë bërë tani të fundit, e të njëjtën kohë po kërkon nga po të njëjtit deputet që marrim në shkrimet për mbrojtjen apo ajo qëllimi i tyre që të mbrohen dhe të akuzuar në hak. Unë e konsideroj që ajo është tërësisht një gjykim politik më shumë dhe nuk ka fare të bëjmë me prova të cilat do të shërtohen në seancat atje të cilat po zhvillohen. Me sa di unë jemi drejt përfundimit të procesit dhe jam mëse i bindur, ne kena shpresuar dhe në të kalume që do të lirohen edhe të akuzuar i tjesë si Salim Mustafa e tjerë. Mirë po në rastin me të keq është dënuar me një numër për 26 vite dhe shkalla e dytë me sa ka kuptuar ka kthyer në 15 vite dhe pres që gjykata speciale do të lirojë të gjitha akuzuarit të cilët janë atje. Dhe uroj të ndodhë. Ne kemi patë gjithë procesin gjyqësor, pra shumica dëshmitarve kanë qenë nga Serbia, pra mënyra e grumbullimit të dëshmitarve atje, a është bërë politika apo ka pasur tendencë që prej fillimit të themelimit të kësaj gjykate që të njolloset lufta e drejtë e ushtrisë lirimtare të Kosovës? Baraspesha midis krimit dhe viktimës janë dy polët të kundërta në aspektin juridik dhe kjo çfarë i ka ndodhur vendit në 97-89 nuk do duhet më barazu me këto të cilat jemi duke përjetuar tani apo edhe në të kaluarën. Sepse ne jemi ata të cilët mos themi tani që kemi përjetuar ato vrasjet, maltretimet, torturat, të gjithat dëmet dhe mëdha materiale e tjera, mos flasim për viktimat të cilat kemi kudo në përfshatat e Kosovës dhe ndaj të cilët do të ishin përullën secili qytetari i Republikës së Kosovës. Kjo gjykatë e ka këtë qëllim, domethënë që krimi dhe viktimat të barazohen. Mirë po krimet në Kosovë ka kryer vetëm regjimi Miloševićit dhe për këtë do duhet me dhanë pastaj edhe të tjerët llogari, por rrethanat implikuese e kanë sjellë një situatë këtë ndryshe Kosovën, e as më shumë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kur në vazhdimsi ka pas një trysni, duke u nisur nga raporti i Dikmartit në vitin 2011 e më pastaj edhe ato lajthimet nga ana e Serbisë në raport me Evropën, të cilat dukshëm janë vërejtur që kanë ndikuar në këtë raportin në mes Kosovës dhe shteteve të Bashkimit Evropian. Ne kemi pas një përkrahje të vazhdueshme nga ana e tyre, mirë po gjërat lëvizin nga një herë dhe ne jemi do duhet me qenë të vetëdijshëm kur këto situata fillojnë veç dalin jashtë kontrollit. Mirë po ne kemi pasur edhe një kërkesë që të lirohen në një mas tjetër të paraburgimit i shkreret e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe mos vazhdohet ajo mas që është tani aktuale. Përveç se zotëri tha që rënkon edhe një deklarat tjetër se ka njëri nga dëshmitarve ka kërcënu një farë mënyrë, siç thuhet në deklaratën e Hagës atje ku mbahen i shkreret. Pra, duhet të zëvendësohet e gjithë kjo mas paraburgimit, përfshirë edhe zotëri Thaçi, me qenë se nuk është dihet saktë nëse ka qenë kërcënim ose jo nga Thaçi. Përderisa nuk vërtetohet prezumimi i pafajësisë, do duhet që me u ndryshua ajo masë dhe apeloj sot këto trupin gjykos që ta rishqirtoj masën ndaj tij, sepse në njërin prej masave për të praninë e panderit në procedurë mund të jenë edhe arresti shtëpiak apo cila do tjetër masë dhe të lirohet, por aq më keq në këto rrethana po ndodh ajo çfarë po ndodh, saqë edhe në humbjen e babait të tij, zotëri Haxhi Thaçit, nuk është lejuar që të vijë në varrimin e të ndjerit dhe kështu rrjedhimisht edhe në aspektin human, kjo gjykatë e ka humbur besimin e plot të secilit qytetar të Republikës së Kosovës,
se gjëja më e rëndë në jetë që secili prej nesh mund ta përjetoj është humbja babait të nënës, edhe në këtë rast mendoj që trupi gjykos nuk ka bërë nder këtë rast as zotërisë Taqet e as shtetit të Kosovës. Sepse fundja është lideri suprem që nga vitet që fola 97-89, një njeri i cili ka dhënë kontribut besoj të jashtëzakonshëm për shëndetimin e Kosovës dhe mos flasim për pjesën të cilën ka qenë në domenin kryesor në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, e i njëjti nuk lirohet për të ardhur në vagimin e babait të tij. Ne kemi pa edhe me një përcjellje jashtëzakonisht të madhe të masave të sigurisë. Sa është dashur që të jenë gjitha ajo masë e sigurisë? Duke pas parasysh që akoma nuk kanë fakte që janë jashtëzakonisht të rëndësishme, ata tentojnë të thëmë torturazi këtu të manipulohen në këtë mënyrë, duke thënë që ky person paraqet kërcënim apo mund të ndikojnë në dëshmitar apo ndonjë rrethon tjetër. Ajo që më bëri përshtypje ishte kur ai ishte për vizitë para se 3 ditë para se të vdiste babai dhe trupi i përcjelljes së tij ishte jashtëzakonisht shumë i ashpër, madje t'ia drejtosh gishtin një mjek i cili kontribon shëndetësisë kosovare në këtë mënyrë, besoj që është jashtëzakonisht shumë e padrejtë, mirë po ai do duhej me i respektue urdhrat të cilët i ka marrë nga dikush dhe në këtë rast i ka marrë nga gjyqtari. Por më vjen keq në një situatë që gjendet një prej figurave kryesore bashkë me të tjerë të cilët janë duke akuzuar atje. Drejtohet një mënyrë të prishja imazhit të zotit Taqit karshi popullatës kosovare. Ky është qëllimi mendoj unë, sepse në arenën ndërkombëtare zotëri Taqi ka pas një reputacion jashtëzakonisht të lartë dhe në vizitat e tij të herpashershme kur ka qenë ai madje është thirrën nga prej figurave kryesore të vendit ku ka qenë Nikoqel në takime dhe kjo e ka rritën atë ndjeshmërinë në raport me shpalljen, me rrethonat të cilat janë krijuar në Kosovë dhe kjo i ka djegur shumë më një farforme Serbisë dhe ka filluar luftën. Serbia në vazhdimsi që nga 12 qershori 99 është në luftë me neve, e them kështu kushtimisht, sepse ajo po mundohet përmes komponentave të ndryshme të ndikojë në rrethona të caktuara të gjejnë metoda të ndryshme, qofshin ato propagandistike apo të marrë ndonjë informacion nga njerëzit të cilët jetojnë brenda vendit me keqardhje dhe rrjedhimisht i çojnë informacione edhe që ne jemi në një situatë ku jemi. Në vend që të gjykohet sot sepse në një farë mënyrë në 95 apo 7 është emëruar Miloševići si zëdhënësi i qeverisë së Slobodan Miloševićit, në vend që ai do duhej sot me qenë në pjesë gjykimit atje apo edhe më herët, sepse ka përfunduar tash 25 vite lufta në Kosovë, në vend që ai do të ishte atje në bankën e akuzuarve, kemi një njeri i cili bashkë me ta akuzuarit të tjerë ka shpallur pavarësinë dhe ka dhënë kontributin për këtë vend. Uroj që më thoj za amaneti tyre të shkojnë në vend dhe ata të lirohen dhe të jenë sa më shpejt pranë familjeve të tyre. Mirë, tani jemi në fazën ku dëshmitar do të çohen nga pala e ishkerit të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës. Mirë po tashmë koha për ta është edhe më e kufizuar edhe numri është më i kufizuar i tyre. A bëhet edhe padrejtësi edhe në këtë aspekt, pra ka numri i dëshmitarve, si nga ana mbrojtjes ashtu edhe nga ana tjetër? Me sa kam pasur informacion, është reduktuar numri i dëshmitarve në gjykatë. Gjykata torturazi po bën padrejtësi në raport me të Panderit në këtë rast, të ish liderëve, dhe realisht ajo të gjitha dëshmitani më i ka marrën nga ana e dëshmitarve, kanë thënë një aludohet për një datë të caktuar, por shpresin që brenda vitit 2025 të marrë epilog ky gjykim dhe të njëjtën kohë të lirohen të gjithë të akuzuarit. Pa, a mund të mbuloj gjithaj numrin e dëshmitarve që kanë shkuar deri me tani në gjykatën speciale, me numrin e dëshmitarve që do të dërgojnë ish-krerët, do të mund të mbytnin faktet e atyre krahas këtyre tjerëve. Mund të kesh në një proces gjyqësor 100 dëshmitar të cilët nuk kanë prova dhe të cilët nuk mund të ofrojnë ato dëshmit për të cilat mund të jenë thirrur dhe që rrjedhimisht trupi gjykues nuk shohet në ato gojëdhëna të cilat na ndodhin në jetën reale. Nëse flasim për një shtëpi të verdha, ajo fare as nuk ka ekzistuar, e lemo të bërën krimet ashtu
Qëllimi i kësaj gjykate ka qenë të themelohet për hetimin e këtyre krimeve, e që realisht nuk është duke u analizuar fare ajo pjesë nga ana e gjykatës, por ulshon në një pjesë tjetër ku tendenca e tyre është që ta dëmtoj nivelin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, sepse ne në një kohë prej afërsh 10 vite kemi pasur realisht 115 nga shtetet të ndryshme të botës, antarësimi në organizata dhe federata të ndryshme të sportit dhe mekanizmave ndërkombëtare të financave, bankën qendrore, bankën botërore e tjera, dhe kjo realisht i ka penguar dikujt, e në këtë rast Serbisë, dhe ajo i ka ndezur, e them kushtimisht motorat, që ta pengoj edhe me tutje Republikën e Kosovës, uroj të mos ndodhë kjo, sepse jemi të vetëdijshëm që e kemi një shtet fqin i cili ditën natë është zhuar dhe nuk flen në gjumë për me arrit qëllimin në raport me Kosovën. Ne kemi pa dhe një çështje ku në për shumë dokumente shkruaj Kosova me të hije. Pra nuk është vetëm rasti i fundit ai që është publikuar nëpër media, po kemi edhe nga dëshmitarët e tjerë të cilët kanë dëshmuar në Hag, ku kanë thënë, ku kanë aprovuar se po ka shkruar Kosova me të hije në dokumentat e gjykatës speciale. A është kjo edhe një tregues tjetër që Serbia ka gesh gjithsesi në gjykatën speciale? Kjo tregon më së miri nga i kanë marrë ato dëshmi të cilat po i përdorin sot gjykata speciale, e që rrjedhimisht unë besoj që 80% e tyre janë të marrura në Beograd, sepse nuk kanë ndonjë adresë tjetër ku t'i marrin ato prova. E as më shumë kur dokumenti skandaloz në emër të Kosovës me të hije lëshohet, e kjo ka për qëllim që të na përçaj neve me dëmek që në Kosovën e asaj kohë ulshu ky dokument e tjera e tjera. Kjo nuk qëndron dhe nuk është e vërteta e kësaj, por qëllimi është këtë diko tjetër të propagandimi i Serbisë edhe të vetë gjykatës e cila bie në lajthitje të Serbisë që e furnizon me materialet kundër krejeve të UÇK-s. Edhe për fundin ndërun do kisha dashur me ditë nga ana, me qenë se jeni pjesë e gjyqësorit, si shndron çështja e gjyqësorit në vendin tonë? A kemi përparime sa i përket anës së gjyqësorit dhe apo shkojmë drejt rrugës europiane dhe të jemi shembull në Evropë ashtu siç edhe janë shtetet e tjera? Këshilli gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokuror i Kosovës e në veçantë Ministria kanë marrë hapa konkret për realizimin e përmirësimit të sistemit gjyqësor. Në hapin e fundit të cilin e ka ndërmarrën Komisioni i Venecias në raport me vlerësimin ligjit për justifikimin konkret të pasurisë, të cilën e ka dërguar Ministra në Komision, kemi marrë një rekomandim në muajin e kaluar që nga ana e Komisionit për hapat më të tjeshëm. Qa du me thanë që të duhe fillimisht të kemi një harmonizim të legislacionit vendor me anë ndërkombëtar. Që i bie, ne në kushtet tona morale, etike, demokratike nuk mund të jemi paralel me shtetet të cilat janë më së të zhvilluara. Edhe rrjedhimisht në aspektin demokratik, në plotësimin e kushteve ligjore, jemi në ngecje. Por që sistemi gjyqësor ka ngritje të besueshmërisë, kjo vrejet edhe në vlerësimet e mekanizmeve ndërkombëtar. Këto gojdhenat dhe këto sulme të cilat kanë ndodhur her pas herët me kinse sistemi gjyqësor e ka humbur besimin, mendoj që është e padrejtë, sepse sistemi gjyqësor është ai i cili është funksional jashtëzakonisht shumë dhe po e bën punën e tij, por njeta nuk po toleron dhe nuk do duhet me toleruar që të ndërhyjë nga dikush tjetër. Zotëre Leza, i falenderoj shumë që gjeti kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Ju faleminderit për ftesën, mirupafshim. Të nderuar shikues të Infodes, kaq kishim për këtë emision deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.